Jo larg nga këtu, Kuvendi i Kosovës do të mbajë seancën e radhës në kuadër të përpjekjeve për të formuar Kuvendin e Kosovës rrjedhimisht për t'i dhënë zgjidhje vakumit institucional tash sa muaj që po vjen në një dramë të papar politike në kuadër të ngarendjes për t'i lënë ky apo ai e ka fajin. Sigurisht se edhe sot nuk presim që të ketë ndonjë zhvillim, domethënë së ri, absolutisht jo, do të ketë përsëritje të situatave të errta politike që po e mbisundojnë skenën politike kosovare, nga një ngarendje mbase gati shpellare fizike është rënd ta themi, por të tillë po e cilësojnë edhe njerëzit duke e mos justifikuar asnjë qëndrim më që japin, sidomos partia e kryeministrit kujdesar Kurti në pushtet, e veçanërisht edhe ato opozitare. Duket që në opinionin publik mbretëron një bindje tashmë se si njëra palë që ka përgjegjësinë kryesore për t'i bërë institucionet dhe që nuk po e shtrin dorën e kompromisit të marrëveshjes politike, siç është partia e Zotit Kurti, për t'i dhënë zgjidhje institucionet, për të bërë një formullë objektivisht funksionale në mënyrë që të formojnë institucionet, po ashtu edhe partitë e tjera duket që në sy të opinionit publik po shihen në mënyrë tjetër pak a shumë përgjegjëse, po me atë përqindje sa kanë marrë nga qytetarët, pse Kosova sot nuk ka institucione. Imagjinoni, sot gati 5 muaj Kosova po hyn në një cikël gati historik të aftësisë politike, mungesës së vullnetit, mungesës së gatishmërisë së leadershipit për ta bërë Kosovën me institucione, për ta bërë Kosovën me ato institucione për të cilat votuan njerëzit me nën shkort të këtij viti. Pyetja legjitime është çfarë do t'i thonë këta politikanë nesër njerëzve. Në këtë tetor do të kemi zgjedhje lokale, është një habitat tjetër, por se si do të justifikohet kauza, pse politikanët dalin zgjedhje, duket që në rrethana normale, racionale, kjo do të ishte e pa justifikueshme. Zgjedhjet lokale karakterizohen me kandidaturat për kryetar komunash, me antarët që garojnë për asamblee komunale, por nëse flasim për të njëjtat parti politike që për gati 5 muaj po e lënë vendin pa institucione, duke e lënë qeverinë realisht pa kontroll parlamentar, duke e lënë vendin pa zgjidhje të mëdha politike, qoftë nga pikpamja e zhvillimeve të brendshme sociale, ekonomike, nga pikpamja shumë temave, dimensioneve që përbëjnë interes jetik për qytetarët që ato të kenë vëmendjen meritore të një vendimarrje në kuadër të institucioneve të shtetit. E mos harrojmë këtu se Kosova është në masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian dhe askujt duket që nuk i bëhet vonë për këtë punë. Kosova nuk arriti t'i arkëtoj mbi 800 milion euro të dhëna nga ana Bashkimit Evropian në kuadër të planit të rritjes për gjitha vendet Ballkanit Perëndimor, gjë që e bën gjitha, por Kosova mbeti anësh, mbeti izoluar. Askujt nuk po i bëhet vonë për këtë shqetësim. Mos harrojmë edhe një aspekt tjetër që ka të bëjë tepër shumë me pritjen që ka Kosova që të vjojë me tutje konsolidimin e shtetit ndërkombëtar, marrëdhënien ndërkombëtare, një dialog i lënë ashtu siç është, i shkret, dhe nën sy të opinionit ndërkombëtar që Kosova po mban përgjegjësi pse nuk i zbatoi detyrimet që i dha Zoti Kurti ta zëmë në Bruksel në orë për asociacionin. Asnjëra spala tjetër nuk po merr veprime. Duket që elefanti është në dhomë. Dialogu Kosovë-Serbi duket jetë edhe vendimarrja për këtë proces për zbatimin e detyrimeve që ka marrë Kurti, duket jenë arsye kryesore pse Kosova aktualisht nuk ka leadership që do ta marrë përgjegjësinë për këtë. Secili në mënyrë tjetër don pjesëmarrje të gjithëve në këtë lloj vendimarrje. Formalisht kryeministri Kurti e fton vetëm Lidhjen Demokratike në koalicion, por Lidhja Demokratike e Zotit Lumir Abdexhiku ideoi, propozoi, krejt në fund një plan për një qeveri tranzicionale, uniteti. Sikur që partia e Zotit Memli Krasiqi, që u rizodh në krye të PDK-s këtë të shtunë, insiston që vendi të ketë një qeveri të opozitës. Si ka thot numrat, opozita vetëm kërkon nga Zoti Abdexhiku që të sigurojë jo më shumë se 19 vota. Tani, nëse e shikon lëvizjen vetëvendosi që insiston që të ketë një formullë koalicioni me LDK-n, vetëm me LDK-n, dhe LDK në anën tjetër e shikon insistimin e saj në tavolinë së bashku aktualisht që të ketë një koalicion të gjerë politik në mënyrë që vendimarrja për shtetin, marrëdhënien ndërkombëtare dhe të brendshme,
të ketë pjesëmarrjen e të gjithëve dhe shikon anën tjetër PDK-n, e cila insiston tani që të ketë një parti, një qeveri me përbërje të partive opozitare, atëherë mbetet shihet. Finalja, bilanci është zvarritja dhe zvarritja në kuadër të krejt formulimeve, ideve, propozimeve që japin për të shtyrë sa më shumë, për të mbajtur sa më shumë vendin peng të mos krijimit të institucioneve. Duke që vendi, siç kemi thënë dhe merë, do të mbetet peng i tillë, peng po mbahet është vendi i tillë i kësaj fryme politike, i kësaj elite politike që nuk ka ndodhur kur njëherë më përpara. Kemi pasur krizën e vitit 2014, kur gjithë ishim bërë blok bashkë kundër PDK-s, por ishte situatë tjetër, u t'i kalua për 6 muaj. Gjykata kushtetuese nuk ka dhënë asnjë opinion. Të gjithë duket që po e trajtojnë si gjykatën kushtetuese si ishte njëra prej aktorëve politik. Mungesa e vullnetit politik të partive, mungesa e konsenzusit, aftësia do për kompromis, e kreativitetit për të bërë negociata të sinqerta. Po mbetet në hije të një pritje që duhet ta jap vendimarrja e gjykatës kushtetuese se ç'duhet të bëjnë politikanët. Gjykata kushtetuese nuk mund të tregojë politikanëve se si duhet të sillen konform frymës së germës kushtetuese. Por ja që kemi këtë elitë politike që për interesa mbase të projektimeve kryekput elektorale, të karburantit elektoral, po e mbajnë vendin të tillë. Mungesa guximit për vendimarrje mbi të detyrimet që e presin Kosovën në kuadër të dialogut të Kosovë-Serbi, mbi një rend të ri krejtësisht gjeopolitik që po ndodh sot në botë, mbi një paparashikueshmëri thuajse të madhe politike, duke që e ka stepur, e ka ngujuar klasën politike rreth atyre pozicioneve që po rrinë të izoluar qoftë në parti politike në kuvend Kosovës, duke bërë shumë pak aktivitete, ndërkohë që shohim vendin që ka një mori problemesh të jashtëzakonshme që lidhen me zhvillimin ekonomik, që lidhen me brenga sociale ekonomike, me mjaft shqetësime tjera që duket se politikanët nuk po bashkëjetojnë me to. Kemi një qeveri e cila është jashtë kontrollit parlamentar. Nuk ka kontroll parlamentar. Zoti Kurti e thot në mënyrë të vazhdueshme. Ditën fton LDK-n ta zëm për të bërë paqe, për të bërë marrëveshje, koalicione për qeverisje, në mbrëmje dikur del dhe sulmon aktorët e kësaj partije politike, pse nuk bën bashkë me lëvizjen vendosje. Një lloj animoziteti i pa shpjeguar logjik. Si është e mundur ditën fton dikën për të bërë bashkë dhe në mbrëmje shkarkon arsenalin e sulmit politik ndaj tij, duke që asgjë nuk është e sinqertë. Secili po bën plane për ta rrënuar njëri tjetrin kurdo që mbahen zgjedhjet. Ndërkaq, sa i përket zhvillimit në marrëdhënie ndërkombëtare, ju dini që kryet ngjarja ishte sulmi i Shtetet Bashkuara me aeroplan BD, Spirit që u përdorën për parë dhe në Kosovë në luftën kundër Serbisë në vitin 1999 dhe në sulmet për të sulmuar, për të neutralizuar kapacitetet bërthamore të Izraelit në 3 qendra në Fardo, Fantans dhe Insiat. Të këto 3 qendra, sipas presidentit Trump, pati një neutralizim të plotë arsenalit bërthamor, gjë që nuk e konfirmon plotësisht edhe autoriteti Izraelit, në pritje që të sqarohet gjithçka, por dihet që Irani ka pasur një goditje serioze. Vala sulme mbi izraelitë ndaj Iranit po vjen edhe sot me intensitet të shtuar, ashtu siç ka premtuar Irani, siç ka thënë objektivisht se nuk do të lë situatën goditëse të Shtetit Bashkuara pa u hakmerr ndaj bazave amerikane, pa u hakmerr ndaj Izraelit, gjë që po vazhdojnë të sulmin ndaj Izraelit. Por pati një kundërpërgjigje direkt nga sekretari i Shtetit Marco Rubio, i cili i tha autoriteteve në Iran, po gabuat të na sulmoni, atëherë do ta shihni se çfarë është feri vërtet. Njësoj u përgjigj dhe presidenti Trump, ashtu dhe sekretari i mbrojtjes. Zhvillimet të jashtëzakonshme në arenin politik global, Irani asnjëherë nuk është goditur që prej se kur erdhi në pushtet lëvizja regjimi islamik i Ajetullahve Khomeini në vitin 1979, kur në SBA u shpartallua sistemi i vlerave demokratika, ato vlera që po i përfaqësonte regjimi liberal i kohës, dhe që nga ajo kohë Irani vazhdimisht ka qenë
duke projektuar kauzën e sulmeve ndaj Shtetit të Bashkuara duke i shpallur armiqt gjithë vendet në gjirin përsi sidomos Izraelin dhe duke insistuar që ky vend duhet të zhduket. Thira për zhdukjen e Izraelit në mënyrë të vazhdueshme, kërcënimet pastaj që kulmuan me rrezikun e pasës një anë bërthamore nga ana e Iranit e bën perëndimin sidomos SHBA-n dhe Izraelin të jenë të vëmendshme që ta parandalojnë këtë shtet me regjim fanatik të ajetullave, të mos vënë në kërcënim vlerat objektivisht liberale. Prandaj ndodhi sulmi i SHBA-ve duke goditur mikun kryesor të Rusisë dhe Kinës, jo Iranin, por regjimin e ajetullave atje, në mënyrë që ky regjim të mos abuzoj, të mos vënë në kërcënim objektivisht ranin liberal, të mos senoj botën e lirë. Situata është kjo, po vijon, s'ka marrëveshje politike, Irani refuzon të ulet në tavolinë të bisedimeve, ka ftesa që të ulet në tavolinë të bisedimeve për çarmatim të programit bërthamor me kërkesën ose çarmatoje nga ana Shtetit të Bashkuara, çarmatim ose paqe ose luftë. Realisht në këto situata po zhvillohet edhe sot gjithë ngjarja në lindjen e mesme, kemi mbylljen e kanalit të Hormuzit, një prej kanaleve të rëndësishme tregtare nga i cili sigurohet 20% të arrit të zi të naftës, Kina thuhet që është një prej partnerëve kryesor që ka interes dhe furnizohet me këto shërbime nga ky kanal, ashtu si kundër Rusia, por gjitha tregjet në botë duket që do të lëvizin nëse vijon me tutje të agravohet situata në lindjen e mesme. Shtetet Bashkuara kanë thënë se presin që brenda 48 orësh Irani të mund ndërmarrë veprime ndaj bazave të tyre në rajon atje, dhe nëse kjo gjë ndodh, atëherë Irani do ta pret një ferr i zi. Irani nuk është sulmuar që prej vitit 1979 asnjëherë. Ky ishte goditja e parë precize me një raket mira tonshe, cilën e kanë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku të përdoi thellë në bunkeret 10 metra në tokë, në bunkeret e Fardau, atje ku zhvillon kapacitetet nukleare të Iranit, dhe sipas SHBA-s, kapacitetet nukleare të Iranit aktualisht janë të neutralizuara dhe se do t'i duhen vitet tëra që ato t'i pasuroj. Kjo nuk është e qartë. Ende, sidoqoftë, Izraeli ka me dyshjet e veta, e falenderon SHBA-n shumë që po mbroni kauz për të vendosur ranin liberal, po e mbroni mik të përjetshëm të SHBA-v, dhe duket që tani është koha e aleancave. Gjithë komuniteti ndërkombëtar, perëndimi u vunën me Shtetet të Bashkuara të Amerikës, me qenë se SHBA-t konsumoi ftesën për dialog për çarmatim bërthamor ndaj Iranit, disa në mënyrë të vazhdueshme, ishte një periudhë 6 ditore, pastaj ishin periudha të tjera dhe kjo periudhë shtesë 2 javore që u dha, por duket që Irani nuk pati vullnet në asnjë mënyrë të ulet në tryezë të bisedime për biseduar objektivisht regjimit fanatik i Iranit me komunitetin ndërkombëtar, duke mbajtur kokën lart se ata nuk pyesin askënd se ç'bëjnë në vendin e tyre, por jashtë ç'ndodhi, SHBA-t përdorën për herë të parë, befasuan gjithë botën me lëshimin e raketave shumë precize të sakta nga 600 km distancë, duke neutralizuar këto vende, po them, ku ishin të planifikuara ose po mbaj uraniumi i vatruar për prodhimin e bombës atomike. Fardo, Insihat dhe Natanz, dhe këto 3 qendra tashme duket dhe nga fotografimi e aeroplanet në harë që janë krateret të mëdha që janë krijuar nga bombat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sulm që riktheu në vëmendje, po them, këta lloj bombardues amerikan që shporën Serbi nga këto, shkatruan infrastrukturën dhe makinerinë serbe, u përdorën për të parë në luftën e Kosovës kundër Serbisë dhe infrastrukturës së saj, që po shkaktonte kërdi, masakra, gjenocid mbi Kosovën. Mbi këtë kauzë, Shtetet Bashkuara për të vendosur objektivisht ranin liberal për të por për të shpërtalluar regjimet autokrate, kriminale, siç ishte edhe Milošević, një bashkëpunëtor i ngushtë i ajetullave të Iranit, vjoi dhe lufta në Izrael objektivisht për kauzën e madhe, vendosjen e rendit liberal. Ky zhvillim i jashtëzakonshëm në marrëdhëniet ndërkombëtare, ky përshkallëzim lufte, po vijon dhe sot.